Kandidatët e Partisë Demokratike në Shkodër, Kliti Hoti dhe Bardh Spahia së bashku me drejtuesin politik Luciano Boçi zhvilluan takim me bluzat e bardha të qytetit të Shkodrës, ku shprehen mirënjohjen për përkushtimin dhe profesionalizmin e tyre përballë sfidave të një sistemi shëndetësor të mbingarkuar dhe larg vëmendjes që duhet të ketë nga qeveria. Kliti Hoti u ndal tek problematikat në shëndetësi, duke theksuar se vendi po përballet me një eksod masiv të mjekëve dhe infermierëve. 1200 mjekë të ikun, edhe prej brezit ton, edhe muat vjetër, edhe muat ri, po sidomos brezi ri. 500 aplikime për infermiera për me ikë për çdo vit. Problemi është për me ikë rinia, problemi është po ikë truni. 97% të ikunve, 5 vitet e fundit janë me shkollë. Qera të eksportu vetëm tru. Po si ndryshohet? Nuk ndryshohet me shkop magjik. Dyfishimi i buxhetit. Duhet mu dyfishu edhe ekipi që ne përfaqësojmë, ne jep një shans që të menaxhojmë më mirë. Jo vetëm Shkodrën, po ton Shqipërinë. Sepse 12 vjet ne kena pasur çfarë të bëj. Jam bashkë me ju i mërzitëm për faktin se si jam menaxhu. Ju e dini shumë mirë, paktën po flas për Klitin, se si ka menaxhu Kliti. Në qendër të diskutimit ishte vizioni për një reformë të thellë dhe të ndershme në sistemin shëndetësor shqiptar, ku Partia Demokratike ka hartuar një plan të detajuar që rikthen dinjitetin e mjekut, si dhe fokusohet tek investimet strategjike në shëndetësi. Për të pas një sistem shëndetësor adekuat, duhet të ndërhyjm në disa prej pikave kryesore. E kam fjalën për ndërhyrje legjislative, që është ndoshta hapi i parë që duhet ndërmarrim. E kam fjalën për vëmendje të shtuar për sa i përket infrastrukturës dhe teknologjisë, por gjithashtu edhe vëmendje që i takon burimeve njerëzore, mjekëve dhe infermierëve. Dhe mendoj se kur kemi hartu planin e mjekësisë të Partisë Demokratike, të programit saj, i kemi pas parasysh këto. Për sa i përket ndërhyrjeve në legjislacion, janë disa ndërhyrje decizive, të cilat synojnë rregullimin e këtij sistemi. Përfshi këtu edhe luftën e thellë ndaj korrupsionit dhe rritjen e performancës të menaxhimit të sistemit shëndetësor. Rritja e financimit për shëndetësinë, modernizimi i infrastrukturës shëndetësore, përmirësimi i shërbimeve për qytetarët dhe trajnimi dhe motivimi i personelit shëndetësor janë shtyllat kryesore të programit të Partisë Demokratike.